Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini edhe sot në emisionin ton. Sot kemi një surprizë shumë të madhe për ju. Në studio kemi një nga fytyrat më të shuara dhe më të njohura shqiptare, një nga aktorët më të dashur dhe më të njohur për ne. Në studio kemi aktorin Butrend Lumi, i cili me shumë nga rolet e tij na ka bërë të qesh, por veçanërisht me rolin e tij të Tevidës në serialin shumë të dashur Bashkallajk. Qëndroni me ne që të dëgjojmë shumë përvojat të tij, si dhe të dëgjojmë se si erdhi deri te ideja e Tevidës. Qëndroni që së bashku të qeshim dhe të argëtohemi shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën edhe u Faleminderit shumë kënaqa. që keni Faleminderit shumë. Jam gëzuar që më keni ftuar. Edhe ne jemi gëzuar shumë. Po, faleminderit Ju shumë. kemi përmendur edhe në emisionet e mëparshme, sepse na ka pëlqyer shumë edhe Tevidja dhe na ka pëlqyer rolet e tua. Okej. Për këtë arsye edhe ju kemi përmendur dhe jemi shumë të lumtura që të kemi sot. Faleminderit. Mund të fillojmë me pyetjet kurdo që t'jeni gati. Heq, më stani, kur doni jo. Sa i ngjashëm jeti me Tevidën në jetën e role? Ja, po menoj, a menoni që jam i ngjashëm, ha? S'po di. Me patjetër. Tevidja është një personazh i mirë, po mendoj që kemi punu bashkë me skenaristin, me Ardin, me partner që i kam shumë të mirë në serial, edhe Tevidja ka si një rezultat, si një freski e mirë për serialin Bashkallajk. Është prit mirë, jam i gëzuar që Tevidja u prit mirë, teta Tevide. Tash nuk e di ndoshta pse është pëlqyer kaq shumë, po mendoj që ndoshta çdo kush e ka një teze, një hall, një diçka të njëjtë, po jo edhe bashkë njëjtë, si ju e dini që na edhe pak i bojmë edhe pak vetë mënyrë që me dalë ma komike, mirë po ka disa karakteristika interesant, mënyra qysh ajo mënyra qysh ajo flet, mënyra qysh ajo vepron konkretisht, po është bërë një personazh i mirë edhe një personazh që vedojnë publiku, që mu po më pëlqen shumë. Nuk e di sa kam, sigurisht që diçka vetit mund do me marë prej disa figurave, disa njerëzve që mund më kanë interesante karakteristikë, qoftë në tecën, qoftë folën, qoftë diçka, edhe pastaj na kombinojmë edhe e bojmë këtë rast personazhin që kemi ndërtuar Tevidën. Seriali Bashkallajk e dim që ka në qendër humorin. Andaj a ka ndonjë skenë që e keni pasur të vështirë të ndaleni së qeshuri? Po, zakonisht unë e prish skenat, ju e keni pa në fund. Ka shumë momente të mira, momente ku nashta su ndalemi së qeshuri, po këto janë si rezultat i një punës të mirë, sepse në atë moment kur për shembull në seriale, sidomos seriale komike ku ka vazhdimisht nashta të qeshuna, është sen i mirë sepse di që edhe publiku ka me prit mirë, se përderisa na për shembull kënaqemi mes veti, sigurisht që kjo transmetohet pastaj edhe te publiku. Ka shumë skena kur na qeshim, zakonisht të skenat të Tevidës, kur i ka menaxhin, kur hyn Tevidja ndoshta me shpejtësi në sallon, për dhoma, kur përlahet me zoje në shtëpis, e ka momente ku na zakonisht qeshim shumë. Sidomos edhe tash që në fund tash e patëm episodin e fundit, kemi qesh shumë e dijen, si me zojen këtë rast, nuk e di, po zakonisht qeshim shumë. Është sen i mirë, domethënë është kur ka qeshje e di që publiku ka me prit mirë. A ndodh shpesh që në rrugë të thërasin Tevide? Po, që që Tevidja, teta, ku po i keq tetës, depresionin e këmdas latin, qa ka nësen interesant tjetër Tevid. Ka shumë, po, zakonisht në tjerin Tevide, tete, Tevi. Cili është momenti më i çuditshëm që të ka ndodhur gjatë xhirimeve në Bashkallajk? Nuk po di diçka shumë çuditshme, po mënoj zakonisht na ju e dini që na bëjmë prova, zakonisht na vjen skenari pak ma herët, një ditë bëjmë prova, pastaj prova, domethënë përveç që bëjmë provën e leximit 2 herë, 3 apo sa tash regjisore që ka nevojë, pastaj fillojna edhe e shtrojmë iza skenën, edhe nuk është që na vjen fort e çuditshme diçka për shkak se gjithçka e parapërgatitet. Këtë rast është skenari për shembull i Ardit Islamit që bën një punë të mrekullueshme. Edhe ne bëjmë prova, po diçka që dishmi nuk po di çka ka mujt me na ndodh, përveç që qeshim shumë, diçka tjetër nuk po di. Nuk po muj me ditë për momentin. A ka ndonjë ritual para se të hysh në emision, në rol? Jo, zakonisht kuptohet na përveç
thash para përgatimi me provat një ditë përpara, me leximin e skenarit që na vjen më herët, 2-3 ditë më herët, para se me dalë në prova, sigurisht që para se me fillu në prova, në normal që përgatitemi se nuk mundemi edhe prej gjumit e me shku direkt me lujt të vidin, të do havë goja, po sigurisht që përgatitemi me ushtrimet tona, se gjithë se cili prej aktorëve ka atë metodën e vetë që përgatitet para se me hy në gjerim, qoftë serial, qoftë film, qoftë teatr, me nxemje që mundet mi bo, me gjithë ato që ne realisht këto i mësojmë gjithë edhe në fakultet, për shkak se përgatitemi 4 vite në Akademinë e Arteve për mënyrën se si të gjerojmë, apo si të bëjmë provat, apo si të shfaqemi para publikut në teatr. Mon është si që kemi ka një metodë tonën për cilën na përgatitemi për me hy në skenë. Si e përshkruan të vidin me 3 fjalë? Për mu, të vidja është shumë e mirë, është shumë njeri mirë, e ndjeshme shumë, edhe ka humorin e mirë, mendoj, e ka një humor të mirë. Po menoj, s'po di, nashta jo muni me ditë ma mirë, po menoj që këto 3 senet të vite i ka të mira. Nëse të vidja do të ishte një kafshë, cila do të ishte? Me thonë Luan, s'po di, ha? Ndashta, po thonë, s'po di, ha? Qashtu, është pak se kur qartët aja, prija ka flokt zojës. Po mënoj, s'po di, është shumë, e dini që i ka reagimet e shpejta, edhe nervozohet me njëherë, nervozohet lejt, po është njeri shumë i mirë, besoni që është njeri shumë i mirë, po mënoj është personazh shumë i mirë. Cili është një nga komentet më interesante ose më qesharake që keni marrë nga njerëzit për rolin e të vites? Për shembull, një u kanë interesant si tezja jem, dikush atë momenti kur unë nguci negjin, adin, që e nguci negjin që thetë kur të vjen tezja që e nguc babin, u ka një koment që diçka tjetër s'po di. Po një tjetër logarit me pas tamam qëto teze, qa ban tetja të vide. Ka momente, s'po di, komente shumë, po që unë vjen mirë që ju ka pëlqy njerëzve, edhe kjo është sa një mirë. Edhe moshave ndryshme, është një tetë që e pedojnë gjithë, edhe kjo është sa një maj mirë mund shumë për neve aktorëve. A të doja që të vidja të kishte një spin-off vetëm për vete? Nuk po ti. Një? Spin-off, po tash, të vidja, jo e dini mirë që ajo e dënë vëmendjen, dhe moment që se ka vëmendjen, ajo bën diçka për me të rejka ato. E sidomos kur është para negjit, para zojës, meritës, e dini që ajo kërkon vëmendjen çdo herë. Mirë, po ajo është, e keni po ndoshta para disa epizoda kur tregon për historinë e vet, edhe ndoshta i arsyeton ato reagimet që i ka për shkak se vonë ka në Prishtinë, ka jetu ndoshta një kohë gjatë në kushte jo të mira, në këni dhe tashti kur vjen Prishtinë më qartë të TV, po besoj që po, ndoshta kërkon, po, moment që se ka vëmendjen TV bëndi, çka për me të rejkë vëmendjen. Dashur fëmi, u rikthyem nga shkëputja muzikore dhe tani do të vazhdojmë bisedën qesharake me zonjën të vite. Zonja të vite, kënaru mi amor flok të vites, ta shivin, janë një së në Kosovës. Nëse do të shkruahet një epizod vetëm për të vidën, çfarë do të ndote në të? Të vidja, qa ka mund, ndoshta ashtë jo dini që TV po ka dëshirë me u martu, ka hy me TikTok të u marë TV dhe më thane ka marë malin, s'po di qa këshmi mujtë. Ndoshta këshmi martu të vidën, s'po di, ndoshta shkojnë interesant më martu se po ka qef, ndoshta e këshmi s'po di me përvu ndoshta të vidën që është sjela janë klab, dikur më najnaje, që është menegjin, kuptohet menegjin, dhe m'ja realizu ato andrat që i kanë mungu të vites, më mundur është në një epizod m'ja bo krejt. S'po di. A ka ndodhur ndonjëherë të harrosh tekstin në mes të skenarit? Po, sigurisht, kjo neve na ndodh. Është gjë normale, na ndodh, edhe shpesh na ndodh, për shkak se vrullit punës, ka njëherë janë momente ku ndoshta edhe për shembull na jep në ide tjetër diçka, për shembull regjisori ose skenaristi ku mund mendohet që ajo është në set edhe thotë bën edhe çito, për shembull se është e mirë apo edhe mundesh me u hutu, po mirë, po kjo është e mirë, ju e dini që sikur të emisionin tash jemi të bë bashk, që nëse gabojmë e ndalim, e fillojmë edhe një herë, domethënë kjo na ndodh shpesh, është diçka e profesionit që për neve është normale.
Nuk është që na ndodhë shpesh mirë, po edhe nuk është që nuk është diçka e pa që s'ndodhë, na ndodhë, mund me ndodhë mua, aty tjetër, çdo kujt na ndodhë që e harron, po rikthehemi dhe vazhdojmë. Edhe një pyetje shumë interesante. Hiç tani. Cili mendoni se do të ishte ushqimi që te vidja do të hante për çdo ditë? Të vidja gatun mirë, jo edhe ne pitet e të vides, menoj që jo, s'po di, nashta tevi ka hangër pite shumë, nashta e këshmi ndryshu, me lanë të hangër hamburgera, apo diçka me përbus tash tevi ka që me hamburgera, me kësisa, me dynera, me diçka, se pita ja, jo edhe ne, se gatun shpejt, vang, edhe po besoj që ato e këshmi lanë. A i ndjen ndonjëherë shumë i lidhur emocionalisht me një skenë të personazhit? Për të vidja. S'po di, ndashta kur e tregon për jetën e vet, aty, po mënoj se dhime, se mënyra që e tregon se që shu trajtue, çka ka heke, po mënoj që aty ndoshta pak është skena më ndihshme që realisht e vidja ka pas në për epizoda. Mendoj që e ka qatë skenë më të ndihshme. A është e vështirë për ju të luani rolin e një gruaje? Jo, për shkak se na përgatitemi, domethënë ju e dini që ne përfundojmë edhe Akademinë e Arteve, edhe gjatë fakultetin e sfidohemi me role ndryshme, me detyra ndryshme, dhe kjo është e profesionit ton. Domethënë takon profesionit ton, profesionit aktorit, që ti përgjigjesh çdo herë kërkesave të skenarit, kërkesave të regjisorit, edhe është çka okay. Si është marrëdhënia jote me aktorët e tjerë në serial? Shumë e mirë, po menoj, na pa parasysh që me dijen kena shumë debate, ju e dini me Zojen që përlami shumë mirë, po me gjithë është një marrëdhënie shumë e mirë. Shumë e mirë, kalojnë jashtëzakonisht mirë, janë një ekipë mirë, tuk fillu prej Zojes, prej Nexhit, Beharit, që është Beni, që TV ngut shpesh, Liza, Ryva, Donat, janë fantastik, partner shumë të mirë dhe njerëz të mirë. Kënaqemi me vetë, janë jashtëzakonisht mirë, shumë të mirë. A ka ndikuar sa do pak roli të vidës në jetën tuaj personale? Po përveç ndikimit që normal neve si aktor punojmë çdo herë që personazhet tona mi pëlqy publikut, edhe kjo TV e ka bo një personazh që ju pëlqen gjithëve, dhe kjo është knatësi kur neve çdo herë na ndalin rrugë, na përshëndetin, na urojnë për rolin, edhe e dim që ne si aktor kemi arrit diçka, kemi bërë diçka për mi pëlqy njerëzve të vendit tonë, po dhe jo vendit tonë, sepse Bashkallaq si serial përsidet edhe në shumë, edhe në Shkop, edhe në vende tjera përreth, cilat e dojnë këtë serial. Është një punë e madhe që bëhet për anës produksionit, ka njerëz shumë që punojnë, do të thotë nuk jemi vetëm ne aktorët, janë kostumografia, skenografi, domethënë ka përplot njerëz tjerë që punojnë për mu realizu ky serial. A do ta pranoje të luaje një personazh tjetër nga të vidja në të ardhmen? Po patjetër, kjo është obligimi jon, kjo është detyrë jona, ju e dini që në fillim nuk kam qenë një personazh tjetër të Bashkallaq me Sylen, edhe më një herë ka përfunduar Syla dhe javën tjetër kena hyrë me të vidën. Kjo është profesionit tonë, nuk mundemi me u lidh me një personazh sepse neve na takon çdo herë me bë personazhe të reja, po çdo herë varet për mundësisë, për bashkëpunimit, për skenarit, për regjisë, domethënë që gjitha këto mblidhen dhe pastaj ka, domethënë janë mundësi për me dalë ose mos me dalë një personazh i mirë, apo nga një herë nuk ja qëllojmë, që është normale. Kështu që patjetër që po, mund të më kanë të vitin ndoshta edhe 1 vit, edhe 2 vjet, ndoshta 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, nuk e dim, mirë, po çdo herë përgatitemi për varet se çka na vjen diçka e re. A mund të na thoni tani në studio një shaka nga të vidja? Nuk po di, ndoshta te vidja ka pas ku ato të parën që u kanë shumë e famshme asaj, ti të spoj keq, nuk ju tham u tete sa të mira. Ndoshta po ju tham çto mas miri. Nëse te vidja do të kishte një superfuqi, cila do të ishte ajo? E shpartu me një herë me Nexhin. Superfuqia e parë, e shpartu me Nexhin, edhe e kysh me pas mundësia me bëj aeroplanin e vet privat, dhe ton kohën tu shetit. Po mendoj që kjo është kanë sa një më mirë për to. Si do ta përshëndesni publikun si Butrin Lumi, por në rolin e të vitës? Unë kisha thonë ju do shumë, ju do teta shumë, ja vha zemrën, faleminderit që na përcjellni çdo herë, çdo të premte që jeni me neve, na ju dojmë shumë, ju jeni do të thotë se ne më mirë që ne i marrë të mirat, kritikat që ju na japni neve si aktor, edhe TV ju do shumë, edhe ju thet që ka pas shumë befasi në për epizodat që do të vinë tash të reja.
Për pos komedisë, cilat rolet të karaktereve të pëlqejnë? Po, ju e dini që na nuk është që luajmë vetëm në seriale, ne luajmë edhe në teatr. Për shembull tash kemi pas shfaqjen e fundit art në Teatrin Kombëtar të Kosovës, kemi qenë bashkë me Ilber Bardhen dhe Ard Islamin, regjia bashkë me Ramadani, ku tash jemi me repriza me këtë shfaqje, po ashtu jam edhe me një shfaqje tjetër në Mitrovic, ku jemi tash me repriza dhe me një shfaqje tjetër të fëmijëve, ku na po du me thonë që përveç serialit ne punojmë edhe në teatr me shfaqje të ndryshme, tash jemi ton kohë me repriza, pa parasysh që tash është vetëm hym në muajt ku kemi pauzë, po mund të ketë festivale, mund të ketë ditë të rëndësishme ku na ftojnë edhe na si trup, kudo që jemi mundemi me shku me dhënë shfaqje. Kështu që puna jonë është çdo herë në serial, në film, teatr, kudo që neve na jepet mundësia, ne mundohemi me qenë prezent. Çdo herë nëse kemi fatin me punu, kuptohet. Atëherë, nëse nuk do të ishit aktor, cili do të ishte profesioni tjetër që do e zgjedhnit? Për bes nuk e di. Shpesh rekomendu, e di, po nuk di qa kësha bujt me bo diçka tjetër. Nuk e kam iden. Për bes nuk e kam iden, se di. A keni ndonjë mesazh që doni t'u përcjellni të gjithë atyre dëgjuesve? Unë mesazhi më i mirë është që na të kemi sa më shumë dashni, respekt ndaj njëri tjetrit, të kemi respekt ndaj prindërve, për shkak të misionit të kuptoj edhe mosha me të cilën mundet me na përcjell, të keni respekt ndaj prindërve, një ndëgjueshmëri më të madhe ndaj prindërve, një ndëgjueshmëri dhe një respekt shumë më të madh ndaj mësuesve tanë, profesorëve tanë, për shkak se krejt këta bojnë më të mirën për neve, sidomos prindërit tanë bojnë më të mirën edhe nganjëherë mos bëhemi të bezdisshëm me kërkesat tona, sepse çdo prind e mendon më të mirën për neve, në këtë rast sepse unë kam prind të mi gjallë, edhe po uroj që nuk duhet më bësh shumë të bezdisshëm me kërkesat tona, sepse prind tonë bojnë maksimumin për neve, edhe ndoshta kafshatën e fundit të ndajnë për neve, kështu që unë po kam dëshirë me përcjell një mesazh që të kemi më shumë dashni, më shumë respekt, më shumë të lexojmë, të shikojmë filma, të shkojmë teatr, të shkojmë po dhe të shkojmë edhe në kinema. Tash kemi mundësinë se jo në kinema, kemi për shembull iPad-at apo mundemi përcjell edhe përmes rrjeteve apo me teknologjisë tashmë nuk kemi probleme për me pa një film. Mirë, po pse jo të mos ta praktikojmë që të shkojna më shumë në kinema, të shkojna më shumë teatr, përcjellemi të mirë me aktivitete sa më shumë, aktivitete fizike, aktivitete kreative, të cilat ndikojnë tek ne. Për shembull tash është pushimet verore, pse jo mos ta shfrytëzojmë në një aktivitet të rim, në diçka që nuk e praktikojmë dashur gjatë kohës që jemi në shkollë apo diku tjetër, të lexojna më shumë edhe të kënaqemi më shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për ftesën, dhe u kënaqa shumë që erdha në emisionin e juaj, edhe unë ju uroj që juve më shku mbar këtë emision sa më mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të dashur fëmijë, tani kemi arritur në fund të emisionit të sotëm. Shpresoj që kjo bisedë kaq e bukur dhe atraktive për ju, bashkë me aktorin e shquar dhe shumë të dashur për publikun, Butrint Lumin, i cili na ka dhuruar shumë të qeshura me rolin e Tevidës në serialin Bashkallajk. Sot kemi diskutuar jo vetëm për këtë serial, por se si ai çdo herë mundohet që me humorin e tij t'i dhurojë publikut më të mirën e këtij seriali, po ashtu edhe të Tevidës. Shpresoj që të jeni sa më bukur dhe më mirë dhe të prisni surprizat e reja që ne do t'ju dhurojmë deri në episodin e ardhshëm. Shihemi dhe mirëpafshim.